Pas javësh të tëra lajmesh, aludimesh dhe zërash në media, Dalina Buzi ka vendosur të flasë vetë për herë të parë lidhur me përfshirjen e saj në Big Brother VIP Kosova. Në një reagim publik, ajo mohoi lajmet se do të jetë pjesë e panelit të opinionistëve, duke sqaruar se nuk do të angazhohet në këtë sezon. Megjithatë, Dalina konfirmoi një detaj të rëndësishëm. Këtë vit, produksioni po investon fuqishëm për ta ngritur cilësinë e transmetimit në çdo aspekt. Sipas saj, Big Brother VIP Kosova pritet të vijë me një kas shumë të fortë dhe me standarde të reja që synojnë të ngrejnë nivelin e formatit në të gjitha dimensionet, nga përmbajtja, teknologjia, e deri te përvoja televizive për publikun. Ajo i ka uruar sukses Olsës dhe Alaudinit në këtë projekt që e ka quajtur të madh dhe sfidues. Ndërsa burime brenda produksionit tregojnë se sezoni i ri i Big Brother VIP Kosova pritet të nisë shumë shpejt. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.